Veprat matën është një lloj standardi që mund t'i matim veprat tona me sevape, ashtu siç fillon për 10 sevape që arrin deri në 700, do të thonë të shumë fishuara, mirë po këtu kur ndalemi për Ramazanin dhe shikojmë këtë hadith kutsi që Allah subhanahu wa taala ka thonë se çdo vepër e birit të Ademit është për të, përveç agjerimit. Përveç muajit Ramazanit, agjerimit, ajo është i imi dhe për mua dhe unë e paguaj dhe shpërblej për te. Vazhdo edhe të agjerosh për shkak se nuk ka adhurim të ngjajshëm sikurse agjerimi. Do të thonë është diçka i veçantë. Është diçka nuk mundesh me krahasu me adhurime të tjera. Kjo ndërlidhet me hadithin paraprak që e përmendëm, do të thonë që Allah thotë agjerimi është i imi dhe unë paguaj për te. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e ka potencuar edhe agjerimin gjatë vapës, së nxehtë, po edhe agjerimin kur është freskët, sikurse tani ne që gjendemi në këtë kohë, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi në kohën e dimrit është sikurse ai ganimeti, ajo begatia që është e freskët. Sinqeriteti tani gdhendet edhe mësojmë tani në Ramazan. Për shkak se nuk na sheh askush, mundemi që të pim ujë ose të konsumojmë diçka tjetër prej pijeve ose të ushqehemi, mirë po e kemi në vetdijen tonë se mbikëqyrës është Allah subhanahu wa taala.